Vllaznia e voleybollit për meshkuj nisi konkurimin në Kupën Gjesh Kastrioti me një përballje në transfert me ekipin kosovar Skënderbeu. Me Gjersi Julen, pikërisht në prag të ndeshjes parë në transfertën kosovare, si duket gjendja e skuadrës dhe me çfarë synimesh futurin në Kupën Gjesh Kastrioti? Po dyshim që ekipi ka ashtu punu masivisht për çdo ditë, po besoj që do presim vetëm fitore. Objektivi jonë është kaluar 2 vendet e para dhe pastaj bëhet maksimumi në gjysmëfinale dhe finale. Sa ashtu pse jo dhe fitimi i titullit. Ekipi është shumë konkurrues si në krahasim me vitet e tjera, pavarësisht se ka ato oscilacionet e veta, dëmtimet, po ashtu dhe uljet e ngritjes si ka çdo ekip tjetër, po besoj që si njet do jena shumë më mirë se vitet e tjera. Në fakt, performanca e skuadrës në kampionat ka qenë pozitive, po ashtu dhe në Kupën e Shqipërisë. Por tashmë është radha në një kompeticion shumë të rëndësishëm si Kupa Gjesh Kastrioti. Ju thatë se e synoni edhe trofeun? Po, pavarësisht se kemi pas ato oscilacionet tona normal me Partizanin e Tiranës që kanë një ekip shumë më të mirë për momentin se ne. Shpresoj me mbështetjen e bashkisë rivalizojmë edhe për titull kampion, se jo. Konkretisht për sfidën e parë në transfert me Skënderbeun e Kosovës, si e parashikoni si rezultat? Atëherë Kosova krahasim me vitet me ekipet që kemi ne, vitet e fundit ka bërë disa hapa më net se ne, po shpresojmë që ne fitojmë paktin me rezultat 3-0 ose 3-1 që pikët jenë plota. Pavarësisht se ata kanë disa lojtarë të huaj që janë nivele shumë të larta, por besoj që do fitojmë 3-0 ose 3-1. Shpresoj te ekipi. Ndërkohë, për Gjersi Julen, krahas konkurimit si voleybollist në ekipin e rritur të vllaznisë, një detyrë tjetër po aq e rëndësishme si zëvendëstaner tek ekipi i vajzave të voleybollit, ekipi i femrave, me kryetrajnerin Dorian Tafa. Si ndjeni veten? Jam shumë komod, është merr ekipit, sidomos qytetit, sepse vllaznia është emër i madh, dhe jena të mundu me bë maksimumin edhe këtu. Normalisht nuk e lojmë edhe sportin vet mas duhet, por edhe pjesën e trajnerit nuk do e lojmë mas duhet. Do lojmë maksimumin për këtë gjë. Gjersi, faleminderit për intervistën dhe suksese në transfertën kosovare. Shumë faleminderit, ju falenderoj edhe ju që jeni pjesë e sportit. Shumë faleminderit për ju.